Kërkesa e antarësisë demokrate për të zhvilluar mbledhjen e Këshillit të Mandateve lidhur me imunitetin e zëvendës kryeministres Belinda Balluku u refuzua për herë të dytë. Sot mbushen plot 10 ditë. Ndryshe nga hera e parë, opozitarët morën një përgjigje me shkresë nga kryeparlamentari Niko Peleshi, i cili shprehet se duhet pritur vendimi i gjykatës kushtetuese. Spari zoti Peleshi na thot se e pandeura Belinda Balluku ka kërkuar 3 javë kohë. Dhe ai është i vendosur për t'i garantuar asaj të drejtën e mbrojtjes. Sqaron në mënyrë të gënjeshtërt se në rastin kur gjykatës kushtetuese i është kërkuar shprehmisht të jap një vendim mbi një çështje që lidhet drejt për drejt me shqyrtimin parlamentar, nuk mund mblidhet Këshilli. Sipas Bardhit, mazhoranca po përpiqet të mbrojë numrin 2 të qeverisë, duke zvarritur çështjen. Nuk ka ndodhur kurrë që kjo godin, nga godina e kryesisë së kuvendit, të shndrohet në bunkerin e Belinda Ballukut. Sot, kuvendi është bunkeri i Belinda Ballukut, ku këta mendojnë se do të strehojnë çdo të korruptuar të kësaj qeverie, mendojnë se do të marrin peng drejtësinë. Shefi i deputetëve opozitar sqaroi se do të kërkojë sërish mbledhje javën e ardhshme. Në fillim të javës që vjen, absolutisht të 5 antarët e opozitës në Këshillin e Mandateve janë 24 orë në 24 në dispozicion të këtij procesi. Ne besojmë që pranimi i kërkesës së prokurisë është detyrim për caktim ndaj deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë. Ne nuk kemi marrë mandat për të mbrojtur korrupsionin. Më herët, Bardhi tha se kreu i parlamentit ka mbyllur çdo sallë të kuvendit, si dhe atë të PD-s, duke mos lejuar as zhvillimin e një takimi me gazetarët në zyrë. Mbledhja e parë e Këshillit të Imunitetit dhe Mandateve u zhvillua me 19 dhjetor, me pjesëmarrjen e antarëve 5 nga opozita dhe 5 nga mazhoranca, si dhe në prezencën e 3 prokurorëve të posaçëm, drejtuesit të ri të SPA Klodian Braho dhe 2 prokurorëve të çështjes, Dritan Prençi dhe Dorina Bejko.